bota para nesh, ndërkohë që ne gjithë të probleme që kemi korrupsione, nuk mendoj që inteligjenca artificiale do t'i mund, sepse kjo është më e thellë se inteligjenca artificiale dhe se thjesht kontrolli, është në perceptimin e qytetarëve. Në të vërtetë, në perceptimin e çdo qytetari ekziston ajo dëshira nëse ka përfitime personale pa dashur të paraqyjoj asnjë qytetar, po një pjesë e mirë e qytetarëve shqiptar dhe në një kërkim që un kam bërë në lidhje me evazionin fiskal dhe informalitetin dhe në një pyetje që është bërë qëllimisht për të kuptuar a ka ndryshuar perceptimi. Pra nëse do të ishte një moment që ju do të kishit përfitime financiare, do të përfshiheshit në evazion fiskal dhe informalitet dhe më shumë se 90% e qytetarëve që kanë marrë në studim janë përgjigjur që nëse do të kishin përfitime personale, do të përfshiheshin. Dhe kjo është pra prandaj them që nuk e zgjidh vetëm inteligjenca artificiale, duhet patjetër një sensibilizim nga vetë qytetarët, patjetër duhet edhe një rritje ekonomike që qytetarët mos bëhen prej as të evazioni fiskal as informalitetit. Por duke nisur nga pikërisht nga nënpunësit e administratës publike, sepse që këtu nis problemi. Se ne të nënpunësit e administratës publike ne themi qytetari bën korrupsion apo biznesi bën korrupsion apo bëhet pjesë evazioni fiskal informalitetit. Por se e ka lejuar administrata publike, jemi në kushtet këtu ku jemi. Pra duhet ndonjëherë dhe kontroll dhe monitorimi në punësit e administratës publike, shohim pra që dhe pushtetarë dhe individë cilët kanë lidhje me politikën dhe pozicione tepër të larta janë përfshirë pra në korrupsion. Pra duhet nisi edukimi financiar apo edukimi ligjor nga vetë ato të cilët na drejtojnë më pas, të jenë ato një shembull i mirë për ne qytetarët. Romina, unë dua të të pyes diçka se të dëgjova me shumë vëmendje dhe përdore në 2 raste frazën edukimi financiar. Çfarë nënkupton me edukim? Është një gjë shumë e rëndësishme, duhet ta theksojmë, por çfarë nënkupton ti me edukim financiar dhe ku gjenden kurrikulat e edukimit financiar? Kam fjalën këtu për një publik të gjerë, jo për studentët e financës apo të ekonomisë. Qartë, kuptohemi. Absolutisht. Edukimi financiar në fakt duhet të fillojë që në sistemin parauniversitar dhe këtë e them me bindje. Pse? Ja t'jap një shembull të edukimit financiar. Shkojmë në një dyqan, atëherë blejmë një produkt dhe ai nuk na jep kupon tatimor. Së pari, kuponin tatimor na nevojitet, që është një detyrim që biznesi duhet ta japë. Detyrim ligjor, patjetër. Po patjetër, ndërkohë që ne vetë nuk e kërkojmë, mos edhe nëse na jep të mbaje. Ky është një problem. Kjo tregon që ne nuk kemi edukim financiar të mjaftueshëm. Pse na duhet kuponit tatimor? Në radhë parë ne duhet ta tërheqim patjetër. Po në radhë dytë, nëse produkti ka probleme të tipit, nëse është sidomos nëse është jashtë skadencë apo se ka ndodhur në Shqipëri që kemi pasur probleme me cilësinë e produktit, ne nuk kemi mundësi më pas as ta ankohemi as të gjejmë të drejtat tona as ta kthejmë. Dhe pra, pikërisht nga ky veprim që duket një veprim shumë i thjeshtë, që ne neglizhojmë marrjen e kuponit tatimor dhe nëse le të themi ai marketin e na jep, por mund të ketë dhe probleme, shpesh edhe në markete, ja mund të jap edhe një rast tjetër, ndodh që vetë kasiera për shkak se është shumë e lodhur mund të kalojë një produkt 2 herë duke bërë pipip ose mund të jetë një problem përsëri i sistemit aty. Ndërkohë që në moment që ne shohim faturën, del që ne dham për shembull 2 produkte, ndërkohë që ne kemi vetëm një produkt në qeset tona. Kështu që me atë kupon tatimor ne mund të themi që shikoj un kam një produkt, por edhe këtu, ndërkohë që këtu e ke 2 produkte. Pra gjëra të tilla që duken shumë të vogla, shumë sporadike, ne na ndihmojnë në gjurmëshmëri. Kështu që ky është një nga shembujt e edukimit financiar. Një shembull tjetër mund të jetë që shpesh herë për shembull rastin e të rinjve. Por jo vetëm të rinj, shpesh herë ne duhet kërkojmë dhe vetë të jemi pjesë e tregut formal të punës. Sepse shpesh pra ne nuk kemi ndonjëherë informacion. Për shembull, nëse shkojmë në vitet e shkuara, pritit tan pa dieni kanë menduar se janë pjesë e tregut formal të punës dhe sot nuk marrin as gjys pensioni për shkak se asnjë pension të pjesshëm sepse ka menduar se është pjesë e tregut formal, ndërkohë që nuk e ka pas informacion, pra nuk ka ditur se as si ta kërkoj të drejtën. Sot e kemi të thjeshtë, shkojmë te Albania shohim, ndërkohë dikur duhet shkonim në tatime. Pra këto janë pjesë ose ndoshta nuk dini as ku ta kërkoni të drejtën, apo të sigurisht shoqërore. Pra të gjitha këto janë pjesë e elementeve të edukimit financiar. Tani duhet nisi që nga sistemi parauniversitar me qëllim që vetë të rinj të edukohen më tepër të dinë, le të themi, të mos jenë pjesë e tregut kesh, të kërkojnë të drejtat e tyre, të jenë konsumator, pra të njohin të drejtat si konsumator, por dhe detyrimet nga ana tjetër me qëllim që të jenë qytetar, të jenë si qytetarët evropian. Qartë. Mirë, me këtë dua ta mbyll bisedën bashkë, mesazhi shumë i vlefshëm, unë falenderoj për bisedën dhe për gjithë ekspertizën që ofrove në studio.
Faleminderit. Ishim me eksperten e ekonomisë Rumina Radonshiq, folëm për zhvillimet e fundit nga financat dhe nga ekonomia në Shqipëri, projekt buxheti vitit 2026, rritja e pagave, pensioneve, çmimet e qerave, paqja fiskale dhe inteligjenca artificiale në kontrollin e transparencës. Mirë, ne do të rikthehemi vetëm pas pak në bisedën e tretë. Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë dhe të fundit. Në fakt, do të flasim për zgjedhjet vendore në 5 bashki, zgjedhjet e parakohshme të pjesshme këtu në Shqipëri që do të mbahen ditën e diel më datën 9 nëntor. Gjithashtu do të flasim në kuadër edhe të kësaj. Në fakt, do ta nisim me reformën territoriale që po planifikohet të ndodhë në bashkëpunim mes dy forcave të mëdha politike dhe propozimet e diskutimet të ndryshme në lidhje me këtë çështje. Mirë, unë kam kënaqësinë që të kem lidhje të drejtë për drejtë për të folur për këto tema zotin Agron Haxhimali. Zoti Haxhimali, shumë kënaqësi që jemi së bashku, unë të falenderoj. Faleminderit juve. Po e nis nga reforma territoriale, kryeministri Edi Rama çfarë po përpiqet që të bëjë dhe po them këtë reformë territoriale kujt i shërben dhe çfarë funksioni do të ketë dhe për çfarë qëllimi bëhet? Shiko, s'pare më lejoni të theksoj qëndrimin dhe opinionin tim lidhur me këtë reformë, pastaj ne mund ta debatojmë dhe analizojmë. Unë kam qenë kritik konstant i kësaj reforme gjatë 10 viteve në fakt. Dhe fakti është i tillë që kjo reformë nuk rezultoi ashtu siç pritej me efektivitetin, me eficiencën, me shërbimet për qytetarët, nuk arriti të mbajë qytetarët aty ku në komunitetet e tyre, sasia dhe cilësia e shërbimit nga kjo reformë lë shumë për dëshiruar, përfaqësimi i tyre gjithashtu lë shumë për dëshiruar dhe shumë arsye të tjera. Këto jo se i kam thënë, unë i kam thënë dhe raportet e Bankës Botërore, i kam thënë dhe raporti i fundit i Komisionit Evropian, pra nota kritike nga do ta kapësh. Por në raport me gjitha këto qëndrimi im ka qenë që të rishikohet reforma dhe i përkas fakti që ka nevojë të rishikohet, të rikorrigjohet dhe duhet bërë. Se cili është qëllimi politik i qeverisë apo i maggiorancës, ato ndajnë sigurisht interesa elektorale. Por e mira do të ishte që këtë radhë kjo reformë të bëhej një herë mirë, të mbylleshin të gjitha defektet që ka pasur reforma e parë, të korrigjohet çdo lloj gabimi që u bë në reformën e para 10 viteve dhe tashmë bën një reformë që të rezistoja 35 apo 40 vite në jetën e shqiptarëve, në jetën dhe kulturën administrative dhe në qëndrueshmërinë e institucioneve. Po është rast i mirë që kemi këtë komision, por nuk do të dëshiroja që ky komision të dilte me raporte të ndryshme. Një do numër më të madh, jo do numër më të vogël. Pra të dilnin me një sistem se cili është modeli më i mirë që funksionon për 2.4 milion banor dhe cili është modeli më i mirë që kontrollon territorin në 28.000 km2 të Shqipërisë. I zgjidh problemet, ti po thuaj që do të ishte mirë që të ishte një reformë përfundimtare që t'i adresonte të gjitha problemet. Po në këndvështrimin tënd, analizën tënde afatmesme, i zgjidh problemet apo në fakt i lë të pa adresuara dhe të mbartura, po themi? Shiko, pyetja jote është e bukur, me thënë drejtën, që mirë që po bëjmë reformën, po na i zgjidh kjo çështje në afatmesëm, le të themi, në afat shkurtër dhe afatmesëm. Është shqetësim i drejtë. Edhe unë në bindjen time një reformë sado e mirë, e mrekullueshme të bëhet, dhe se këtu kemi goxha pikë pyetje. Nuk është vetëm çështje e numrit, çështje e vullnetit politik, është mënyra se si e ndërton tërë sistemin e qeverisjes vendore, është mënyra se si gjithë sistemi kushtetues, institucional, demokratik, administrativ, si është organizuar gjithë sjellja e shoqërisë tonë. Janë këto dimensione që e bëjnë një reformë të qëndrueshme. Nuk e bën vetëm fakti që kemi 61, po shkojmë ke 36, kemi 61, po shkojmë ke 90 bashki. Por mbaret shumë, jo vetëm nga dimensioni territorial, por mbaret shumë dhe nga sistemi administrativ, çfarë shërbimesh do t'ju japësh, çfarë përgjegjësish dhe të drejtash do t'i japësh. Mbaret shumë nga sistemi financiar. Do i mbash po shumë me transferta të kushtezuara sektoriale të përgjithshme, me grante,
apo do të ndryshosh edhe paketat fiskale, do të gjesh i qasje tjetër se si të rrisin të ardhurat të bashki. Mbahet shumë se si do të ndërtosh sistemin zgjedhor të njësive të qeverisjes vendore. Do t'i lesh me 3 mandate, do i lesh këshillin kështu si që do i zgjedhësh kryetarin drejt për drejt apo nëpërmjet listave të këshillit bashkiak. Do kesh një nivel qeverisje vendore apo do kesh 2 nivelet qeverisjes vendore. Pra ka shumë të bëjnë të gjithë të dimensionet që lidhen me mënyrën se si qaset pra kultura kombëtare, në qoftë se dimensionet kombëtare, politika kombëtare, institucionet kombëtare janë jo të shëndetshme aq sa duhet, përrjedhoj edhe institucionet edhe institucionet lokale do t'i përngjajnë pak a shumë me ndryshime shumë të vogla qasjes kombëtare. Ndaj themi që kur një shtet është i shëndetshëm vertikalisht, ai është i shëndetshëm dhe horizontalisht. Qartë. Sa i takon roli të opozitës në këtë reformë territoriale? Nga njëra anë merr pjesë patjetër sepse është forcë kryesore opozitare, pra Partia Demokratike them, në kuvendin e Shqipërisë. Nga ana tjetër po themi akuzon qeverinë se po përdoret kjo reformë për manipulim politik. Pyetja ime është po roli i opozitës në këtë. Se nuk po dua t'i futem tani atyre teorive konspirative që thonë që opozita dhe majoranca janë bashkë për përfitimet e tyre për të bllokuar sistemin sa i takon reformës zgjedhore, po edhe sa i takon reformës territoriale gjithashtu e njëjta gjë. Megjithatë duke qenë janë edhe parlamentares. Po, edhe parlamentarës, ndryshimin e numrit të deputetëve, kthimin e kuvendit me 2 dhoma etj. Cila është analiza jote në këtë gjë? Shiko, unë përkas faktit në fakt që partitë politike janë aty për të ulur, për të bizetuar, për të diskutuar çështjet me interes kombëtar, për të diskutuar çështjet në sektor shumë të rëndësishëm jetik, për të diskutuar reformat të tilla, qoftë për pushtetin vendor, qoftë për parlamentin, qoftë për sistemin zgjedhor. Unë dua që këto palët të dyja të trajtojnë gjërat në një paket me konsensus të plot në interes të qytetarëve sigurisht. Për sa kohë shqiptarët kanë votuar partitë politike do të thotë që kanë deleguar pushtetin e tyre, të drejtën e tyre, votën e tyre që politikat i ndjekin ato dhe në një farë mënyrë na pëlqej ky është sistemi, ne duhet të pranojmë këto. Po nëse në përgjithësi, nëse pastaj hyjmë në detaje, shiko, opozita t'jem krejtë realist edhe unë edhe pse nuk jam ndjekës i politikave të partive. Shiko, është në pozitat vështira, ka një numër minimal që nuk deputet është në parlament dhe nuk ka mund ta ketë integritetin dhe moralitetin për të bërë opozit, për të kundërshtuar çdo pa drejtësit, por nuk e ka fuqin për të penguar. Sepse ky është verdikti që kemi sot pa hyrë në arsyet e thella të këtij rezultati. Në këtë aspekt, opozita në fakt duhet të bëjë shumë kujdes për mendimin tim, sepse propozimet e saj mund të ngelin thjesht në letër dhe nuk do prodhojnë asgjë dhe sërish majoranca i ka votat, ka 83 votat, paktën të sajat në mënyrë të drejtë për drejtë, aq sa i duhen për ta bërë reformën territoriale, për të ndryshuar reformën apo i pjesë të ligjeve që ka nevojë për këtë lloj numër votash, për këtë numër votash. Në këtë kontekst do sugjeroja për opozitën si një e mirë kombëtare, si një mirë publike që të gjejë gjuhë të përbashkët dhe të jetë realiste në ato që kërkon, por sigurisht kjo nuk do të thotë që numri dhe votat që ka majoranca të çojnë në arrogancë. Kjo është një sjellje as pak e mirë, nuk është një kulturë demokratike në fakt. Pavarësisht se ti ke një majorancë, por zërin e opozitës aty kur gjërat janë të drejta dhe kur të duhet për të mirën kombëtare duhet ta konsiderosh, sepse ti nuk mund të thuash opozitës kur voton për sistemin elektoral je mirë dhe kur kërkon ndryshime të hartës
njësive të qeverisjes vendore është e keqe dhe ti do shfrytëzosh kartonin. Këto janë sjellje tipike shqiptare dhe ballkanase, po këto duhet të thyen. Megjithatë, për ta përmbledhur dhe njëherë se thelbi pyetjes tënde ishte opozita. Tash opozita duhet bëj shumë kujdes. Deputetët, politikanët, aty unë mendoj i kanë të gjitha aftësitë dhe kapacitetet të jenë në gjendje të artikulojnë qëndrime të rregullta parimore, qëndrime vërtet që ju a kërkojnë votuesit, ju a kërkojnë elektorati tyre, qëndrime që vërtet janë në rrugën e drejt progresit, drejt antarësimit Bashkimit Evropian, të kërkojnë ato që vërtet janë shqetësime reale dhe mos të orientohen tek orientimet partijake, sepse vetëm një orientim i tillë sigurisht do ju japi bonus më shumë opozitës dhe mos bjeri në retorikën e majorancës dhe të arrogancës së numrave të tyre. Mirë, çështja e fundit që duhet të flasim bashkë, po jo për nga rëndësia, është zgjedhjet e pjesshme vendore që janë në 5 bashki, në Vlorë, në Berat, në Tepelen, në Mat, edhe një bashki tjetër që unë e harrova tani, po do të kujtosh ti. Ku? Cerrik. Edhe në Cerrik, po. Si e parashikon rezultatin e këtyre zgjedhjeve? Çfarë projeksionesh bën?